So we always are saying, Ne të rightly so, that gjithë themi enlargement is a me të merit-based drejtë process. që pushi i zgjerimit është një proces që bazohet në meritat dhe këto merita që Shqipëria meriton janë të dukshme tani. Siç e thashte në fillim, është një proces normal i hapjes së grup kapitujve dhe të punojmë për reformat në mënyrë që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Për mua, dua të them, është mjaft impresionuese të shikoj për shpejtimin, shpejtësinë që kemi kaluar në 2-3 vitet e fundit dhe jam gjithmonë e impresionuar me ju, zoti kryeministër, dhe me popullin shqiptar që më thonë po, ne duam të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, të bëhemi antar, po e dim që këto reformat janë për ne në mënyrë që të forcojmë demokracinë dhe të forcojmë vendin tonë. Dhe prandaj kjo është e dukshme dhe e bërë këtu në Shqipëri sukseset e viteve të kaluara. Unë përmenda SEPA, përmenda roaming, por gjithashtu dhe planin e rritjes që është në fakt po funksionon mjaft mirë në Shqipëri. Do të kemi tani konferencën e investimeve. Të gjitha këto janë hapa pozitive përpara. Prandaj unë mund të them vetëm që jam e impresionuar thellë nga shpirti këtu që gjej, nga fryma që gjej këtu në Shqipëri dhe jam shumë të përqendruar në ambicien tuaj që deri në 2027 Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian.